Ky fjalë që po e lexoj para jush është shkruar në njërin nga dy alfabetet që Kongresi i Manastirit miratoi për të përdorur nga të gjithë shqiptarët 117 vite më parë. Alfabeti i shoqërisë Agimi duket kaq i thjeshtë, operativ, por njëkohësisht është edhe kaq subtil. E mësojmë në fëmijërinë e hershme, duke i kthyer tingujt e gjuhës anëtare në shkronja dhe nuk ndahemi prej tij asnjëherë. Kudo ku qëllon të jemi, sepse edhe gjuhët më të përhapura në botë nga e gjithë historia e njerëzimit shkruhen me të njëjtat gërma. Pra, por si gjuha jon e bukur shqipe. Sublimja qëndron në faktin se dalja apo ridalja e kombit tonë në botë moderne, shfaqja e tij si një kombi veçantë mes kombeve të tjerë të Ballkanit të Evropës, duhet të ndodhte pikërisht përmes alfabetit. Naum Beqilharxhi, një nga nismëtarët e rilindjes sonë kombëtare, shqetësohej se pse populli ynë kishte ngelur kaq prapa në zhvillim krahasuar me popujt më të përparuar të kohës. Ai mendonte se çelësi për fillimin e përpjekjes së madhe kundër prapambetjes, jo vetëm materiale, por edhe ideore e shpirtërore, ishte lëvrimi i gjuhës anëtare. Dhe ja pra, kështu e quanin ata, lëvrimi i gjuhës anëtare. Dhe në anën tjetër ne kemi fjalën e bukur shqipe, arsimi apo arësimi, shndërrimi i tokës në arë, e cila kur mbillet na i sjell frytet nga të cilat jetojmë. Prandaj nuk është rasti që pikërisht ai e shpiku një alfabet të përveçëm gjuhës shqipe, që të mos përkonte me alfabetet latin, grek e cirilik në përdorim prej popujve të tjerë rrotull shqiptarë. Të njëjtin shqetësim e kishin edhe patriotët që do të krijonin shoqërinë e të shtypur i shkronja shqip dhe që hartuan alfabetin e Stambollit. Hyrja e kanonizmit së kësaj shoqërie fillon me fjali, po citoj: gjithsa kombe janë ndritur dhe qytetëruar, janë ndriquar dhe qytetëruar prej librash në gjuhë të veta. Mbaron citati. Dhe fjala libër na kujton padyshim me Sharrin e Gjon Buzukut, librin më të vjetër gjuhës shqipe botuar në vitin 1555. Që nga Kongresi i Manastirit me 1908 e drejtë Kongresi i drejtshkrimit të vitit 1972, kemi përpjekjet për të njësuar shkrimin e shqipes, jo thjesht për arsye operative, por edhe për një arsye tjetër, që përkundër ndarjeve politike, krahinore, ideologjike, shqiptarët të bashkoheshin te gjuha. Sepse lëvrimi i njëkohshëm i gjuhës së shkruar do të ishte dhe ende është kushti për të përballuar dhe kapërcyer efektet e ndarjeve të tjera. Sepse kombi nuk është në të kaluarën, është në të tashmen dhe në të ardhmen. Përveç se masë njerëzore është edhe frymë që e kthen masën njerëzore në një bashkësi. Bashk na bën gjuha si fakt i natyrshëm, politikisht bashk na bën shkrimi i njësuar i saj. Prandaj kujtojmë çdo vit 22 nëntorin si ditë të alfabetit, prandaj manastiri i bashkangjitet Prizrenit dhe Vlorës si tre vendodhje të rëndësishme të historisë sonë. Për kujtimi brenda javës, edhe i kongresit të manastirit, edhe i kuvendit të Vlorës, lidh bashk gjuhën e kulturën me idenë e lirisë dhe të vetëvendosjes. Të dyja datat na përcjellin kujtesën, amanetin, vullnetin për të përjetësuar njësimin dhe zhvillimin e shqiptarëve. Alfabeti standardizuar në manastir është kurorëzimi i evolucionit të shkrimit shqip ndër shumë shekuj. Ata që shkruanin shqip përdorën shenjat përbashkëta me alfabete të ndryshëm. Por secili alfabet në të cilin shkruanin mund të quhej alfabet shqiptar, sepse asnjë alfabet tjetër nuk mjaftonte për shënimin e të gjithë tingujve, fonemave të gjuhës sonë shumë të pasur. Çdo alfabet duhej shqiptarizuar, duke bashkuar shkronja apo duke shpikur ndonjë shenjë të re. Dhe kësaj alfabeti që përdorën nuk ishte identik me asnjë tjetër, ishte alfabeti ynë. Edhe pse kishin kontakte me sisteme shkrimi të ndryshëm, me atë hieroglifik,
diagramatik apo abjad vetëm me bashkimllore, pazanore, si shkrimi arab, hebre e të tjerë, ata ju bashkuar një të mire botërore dhe më të përshtatshme për ne, sistemit shkrimor fonetik, ku gjuha jonë është posaçërisht e pasur. Në fillim të shekullit kaluar, mendje të ndritura, fetare e laike e morën këtë traditë shkrimore si trashëgimi për ta zhvilluar dhe na e lanë neve të atillë. Me pasurinë fonetike, leksikore, gramatikore, në fund edhe shkronjave të gjuhës u lehtësua shprehja në shkrim dhe qenjes shqiptare shprehja përmes gjuhës së shkruar. Prandaj emri i përveçëm Kongresi Manastirit ose Kongresi Alfabetit mbetet siç mbetet vetë shkrimi, sepse skripta manent, shqipja mbetet, qenja shqiptare mbetet. E në trekëndshin e madh të epokës shqiptare moderne, Prizren, Manastir, Vlorë, ne jemi sot në këndin më të hollë, më të ndjeshëm. Të lartët e historisë sonë, poet dhe ideolog, e dinin që mund dhe duhet të bashkohemi më së pari në mendim. Dhe mendimi kthjellohet në gjuhë. Dhe gjuha jonë ishte e pasur në fonem. Kongresi i Manastirit është pra ngjarja më speciale mes ngjarjeve të mëdha. Të lartët tanë e vendosën gjuhën jo me akademi, por me kongres. Ju kërkoj të vendosim bashkërisht e intimisht në përkujtimin tonë të kësaj ngjarje secilën herë mbi emrat e mëdhenj. Gjergj Fishta dhe Mithat Frashku, Mieda dhe Gurakuqi, Parashqeviq Rjazi dhe Hilmosi, Avrami dhe Zavalani, Bajo Topulli dhe Sotir Peci, Shahin Kolonja dhe Mihajl Grameno, Gligor Cilka dhe Sami Pojani e të tjerë. Luftëtar poet dhe poet luftëtar në gjuhë. Ju faleminderit për mikpritjen dhe vëmendjen e gëzuar 170 vjetore e Kongresit